Në garnizonin Skënderbeu, ku zhvillua ceremonia zyrtare e dorëzimit të detyrës në krye të Ministrisë së Mbrojtjes, ku Piro Vengo i kaloi drejtimin ministrit të ri Ermal Nufi, gjatë fjalës së tij, Vengo shprehu mirënjohje për kryeministrin Edi Rama dhe për bashkëpunëtorët gjatë kohës që drejtoi institucionin, duke theksuar se do të vazhdojë të kontribuojë në jetën politike të vendit si deputet i Sharkut të Vlorës. Ta dini se kalimi im me kohë të plotë si deputet i Vlorës, këtë kalim nuk e përjetoj si një largim nga misioni i sigurisë kombëtare, përkundrazi. Siguria e Shqipërisë sot mbrohet si në terren, ashtu edhe në tryeza të tjera diplomatike dhe politike. Si me uniform, edhe me fjalë të qarta, pozicione të forta, aleanca të qëndrueshme. Në detyrën e re plot mirënjohje për mbështetjen e dhënë nga kryeministri Rama, do ta mbaj gjithmonë me vete frymën e kësaj ministrie. Qartësi në qëllim, disiplinë në veprim dhe besnikëri ndaj interesit kombëtar. Nga ana tjetër, ministri i ri i mbrojtjes Ermal Nufi paraqiti objektivat kryesore të mandatit të tij, duke theksuar se modernizimi i forcave të armatosura mbetet një nga prioritetet kryesore. Një nga prioritetet e kësaj ministrie sipas edhe vullnetit politik kryeministrit, i cili për shumë vite tashmë shtyn përpara modernizimin e forcave të armatosura, rjetësimin e industrisë ushtarake, rritjen e kapaciteteve për përballimin e emergjencave civile, si dhe hapjen e rrugës drejt inovacionit edhe në fushën e mbrojtjes, në përputhje të plotë me standardet e NATO-s dhe duke garantuar efektivitetin e të gjitha strukturat tona.